Deklarata vjetore e të ardhurave për vitin 2024 është plotësuar nga 127.000 individ. Shifra tregon se 16.000 të tjerë ose 10% e të punësuarve nuk e plotësuan formularin deri në datën 1 prill. Por në këtë grup punonjësish ka dhe një tolerim të dytë në afate me thirrjen që u bën drejtoria e tatimeve për ta plotësuar sa më shpejt në mënyrë që të shmangin gjobvënien me vlerë 3.000 lekë. Të drejtën për të plotësuar vullnetarisht formularin Diva për të ardhurat e vitit të kaluar e kishin 143.000 individ, ndërsa për vitin 2023 numri ishte afërsisht 74.000. Numri individëve u dyfishua pasi kufiri të ardhurave vjetore bruto zbriti në 1.2 milion lek nga 2 milion që ishte pragu. Gjithashtu detyrimin e kishin edhe ata që kanë të ardhurat deri në 50.000 lek të patatuara të fituara nga të ardhurat nga qira ditore të apartamenteve, ndërsa për individët që janë në marrëdhënie punësimi me më shumë se një punëdhënës, mënyra e plotësimit dhe dorëzimit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave për vitin 2024 nuk ndryshoi.